Afati i fundit i deklarimit të ardhura personale është fundi i marsit. Ky proces, që quhet Diva 2025, ka risit këtë vit, padyshim ne do të flasim me ekspertën e ekonomisë Eriola Hoxha se cilat janë risit e këtij viti, si duhet të deklarohen të ardhura, çfarë ndodh nëse nuk e deklarojmë dhe cilat të ardhura, kush kategori përjashtohet dhe çfarë përmban ky proces. Mirë se erdhe Eriola, kënaqësi që të kam në studio. Kënaqësi edhe për mua. Besoj se është folur vazhdimisht për Diva 2025, sepse tillë ka qenë dhe vjet edhe më parë për deklarimin e të ardhurave të një rroge deri në cilën shifër. Së pari, çfarë është Diva? Në kuadër të transparencës dhe raportimit të saktë për deklarimin e të ardhurave individuale, në vitin 2025 është bërë një përmirësim dhe përditësim i legjislacionit tatimor dhe fiskal për ta sjellë Divën, ose thënë ndryshe, deklarata individuale të ardhurave personale për vitin 2025 në një formë më të thjeshtë, por dhe me disa risi dhe ndryshime që të përfshi të gjitha kategoritë sipas kushteve dhe termave specifike të ndryshuara në ligjin e vitit 2025. Konkretisht, afati zyrtar i këtij viti është 31 marsi për periudhën e raportimit, por për periudhën paraardhëse të një viti më parë, të vitit 2024, ku ndryshojnë dhe ku qëndron thelbi në deklarime nga viti 2024 deri në vitin 2025. Janë disa kritere kryesore që Diva e vitit 2025 sjell ndryshime në kuadër të transparencës dhe luftës kundër informalitetit, fshehjes së të dhënave veçanërisht për individët. Por kjo nuk do të thotë që ky ligj i përmirësuar dhe i përditësuar nuk përfshin të ardhurat të fituara nga pasuritë të paluajtshme. Ne sot do të detajojmë për sa i takon të ardhurave personale. Nëse deri në vitin 2024 ishte deklarimi i të ardhurave vjetore në vlerën 2 milion lek, ndryshimi i këtij viti për periudhën e raportimit të vitit 2025 është të gjithë individët që kanë të ardhura mujore më të mëdha ose të barabarta me 100.000 lek të reja. Pra është një ndryshim i cili vjet re dallueshëm. Një tjetër interpretim është afati kohor i deklarimit, ku në Divën 2024 ka qenë prilli, ndërsa në Divën 2025 është 31 marsi. Një tjetër ndryshim që vjen ndryshe është dhe të ardhura të tjera, të cilat nuk është mbajtur tatimi në burim. Deri në vlerën 50.000 lek duhet domosdoshmërisht të deklarohen. Të ardhura të dyta, përveç rrogës. Po, gjithashtu dhe deklarimi i 2 apo 3 punësimeve, edhe nëse nuk është në vlerën 100.000 lek të reja, më të madhe ose të barabartë, është detyrim ligjor i parashikuar në Diva që të deklarohet. Ka kategori që përjashtohen? Pra, deri tani tham kategori që do t'i deklarojnë të gjitha kategoritë që nuk bëjnë pjesë në sa më sipër unë citova, nuk janë pjesë e detyrueshme e ligjit për tu deklaruar. Siç janë për shembull individët që marrin paga që nuk e përfshin këtë vlerë, nuk e kanë detyrim tatimor që të përfshihen dhe të bëjnë deklarime sipas rregullave në fuqi. Do doja të di Eriola, cilat janë burimet e të ardhurave që duhen raportuar, për vetëm rroga apo edhe të ardhurat që vijnë nga jashtë vendit ose të ardhurat që vijnë nga qirate shtëpive që individët mund të kenë? Vlen për rezident, për qytetarë që jetojnë në vendin tonë, dhe për jo rezident, por që jetojnë dhe punojnë në Shqipëri, janë të detyruar që ti nështrohen në thonjza kuadrit ligjor fiskal të ndryshuar. Tashmë, pra është dhe për qytetarët rezident dhe për qytetarët jo rezident. Por dhe nëse vlera e të ardhurave parsore apo dytësore që shkon përkundrejt individëve, ndërmjet 2 individëve në dhënien e formës së qerave apo dividendëve të përfituara të tjera si pjesë e aksioneve apo marrëveshjeve kontraktuale të shërbimeve të ndryshme financiare, nëse patjetër janë më të mëdha ose të barabarta si 100.000 lek të reja, do të nështrohen detyrimit ligjor për të deklaruar konform të rregullave të ndryshuara në fuqi. Nëse këto qira, për shembull, nëse dikush ka një shtëpi me qira ose 2 shtëpi me qira, që vlera e të cilave të dyjave ose e njërës është
po flas me lek të vjetra, 1 milion lek të vjetra, do t'i deklaroj. Do t'i deklaroj, po, është subjekt i ndryshimeve të reja të divës për vitin 2025. A fati fundit për dorëzimin është 31 marsi, shumë pak ditë kanë betur. Çfarë ndodh nëse nuk deklarohen të ardhurat deri në 31 mars? Së pari, kjo pengon një proces shumë të rëndësishëm që ka filluar nga Ministria e Financave, Drejtoria e Përgjithshme në Tiranë, në bashkëpunim me Drejtoritë e Përgjithshme të Financave dhe Ministritë Përkatëse të Hollandës dhe të Zvicrës, pra është një bashkëpunim kontraktual në fushën e financës që të shërbej si shembull i vendeve të huaja do të adoptohet në vendin tonë për të rregulluar kuadrin ligjor, luftuar informalitetin dhe burokracitë që kanë patur apo janë deri tani në këtë temë që ne po flasim. Ndërsa përsa i takon... Ka kontrole, gjoba të vendosura për subjektet cilët nuk kanë, ose nuk po deklarojnë? Ka gjoba që variojnë me minimum 5.000 lek të reja dhe maksimum 10.000 lek të reja. Por unë nuk e shikoj vetëm në anën financiare, keq deklarimin, apo mos deklarimin në kohë reale si pas regullave në fuqi. Deklarimet të sigurisht, përderisa janë pjesë e një ligji, të gjithë ne jemi të detyruar që ta zbatojmë, sepse mos raportimi përveç penaliteteve financiare, ka edhe penalitete ligjore dhe masa të tjera ndëshkuese ku në bazë të legjislacionit do t'i drejtojnë bizneseve apo individëve. Për më tepër që një proces i rem apo një mos deklarim në kohë reale do të dëmtonte të gjitha vijueshmërinë e suksesshme të procesit. Kjo sigurisht që mund t'i shpëtojë një qytetar apo një biznes për një periudhë 6 muajore apo dhe 1 vjeçare, por procesi ka një fillim, ka një vazhdim, ka dhe një përfundim. Dhe në përfundim ka gjithmonë follow-up për të parë dhe për të rikthyer të gjitha gjërave që kanë ngelur pezull dhe pa u zbatuar. Unë do ta këshilloja asnjëherë as fshehjen, as mos deklarimin, as anashkalimin, qoftë të gjobave apo dhe të shkresave në mënyrë ligjore që vinë nga Drejtoria e Përgjithshme tatimore për kundrejt individëve për çdo apo subjekteve. Nuk e rekomandoj sepse një ditë do t'i paguajnë. Vetëm faktori kohë është ai që mund t'i surprizoj për momentin, por që një moment tjetër do t'i paguajnë. Nëse nuk deklarohen deri në fund të marsit, por kalojnë marsin, deklarohen deri në fund të prillit, e me radhë në muajt janë të vlefshme këto deklarime? Procesi parashikon edhe shtyrjen në kohë që besoj të dalin në një moment të dytë me një deklarat, por parashikon edhe korrigjimin e deklaratave të plotësuara gabim. Pra, nëse kemi plotësuar formularin gabim, proces të cilin do ta tregojmë, nuk e di nëse është më i thjeshtë se vjet apo jo, po do ta tregojmë me Riolën pas pak. Pra, nëse dikush e ka plotësuar deklarimet e ardhurave personale dhe ka bërë disa gabime, ka vend për përmirësim, për ta rregulluar, për të rikthyer? Po, e parashikon ligji dhe në këtë moment që flasim, që pas datës 31 mars, nëse janë bërë gabime, lapsuse nga mos informimi apo dhe mos kuptimi i situatës në të cilën ndodhemi, janë disa deklarata korrigjuese të cilat janë të dedikuara në mënyrë që të bëhet raportimi i sakt, por dhe brenda periudhës. Kjo është pa penalitete sepse është gabim njerëzor apo gabim nga mos informimi në kohë reale, nga plotësimi pa sakt dhe ashtu siç duhet, në mënyrë që gjithë procesi të shkojë me sukses. Mund të tregojmë procesin si deklarohen të ardhurat personale, cilat janë hapat, a është më thjesht ky proces, a është më i vështirë, ndoshta hap pas hapi duke na ndjekur në ekran dhe Riola nga laptopi për të treguar se cilat janë ato hapat kryesor, të cilët duhet të ndjekin të gjithë individët që kanë të ardhurat personale mbi 1 milion lek të vjetra, duhet i deklarojnë ato, të mos marrin gjobën, duhet deklarimi deri në fund të mars për të bërë një përmbledhje dhe ja cilat janë hapat, të cilat duhet të në faqen zyrtare të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, që deri këtu besoj të gjithë e din hapin se si navigohet apo bëhet search. Tani, plotësimi dhe dorëzimi i deklaratës individuale kryhet vetëm online. Pra është një ndryshim, gjithashtu dhe kryerja online, nëse më përpara si pjesë burokracive plotësojnë në sportelet e Drejtorisë së Përgjithshme Tatimore, të gjithë shikuesit tuaj apo qytetarët shqiptar po përballen me një ndryshim të ri që këtë vit plotësohet online. Për të regjistruar në Diva, për shtetasit shqiptar, por e njëjta vlen edhe për jo rezidentët, tek tatime.gov.al në menun i shërbime. Ne tashmë jemi bërë dhe familiarizuar, sepse shumë shërbime tani marrim në
i Albania, gjithashtu dhe plotësimi deklaratës në i shërbime. Pra hapi parë, në faqe zyrtare të internetit të administratës tatimore tatime.gov.al, klikoni në menun e shërbime. Hapi i parë. Hapi dytë. Pastaj, hapi dytë vijon, zgjedhim rubrikën ku është e përcaktuar për individ. Pra, ne jemi një individ që paguemi me një pagë mujore dhe do të deklarojmë të ardhurat tona mujore. Dhe jemi individ në rastin se do të ishim biznes dhe kemi të ardhura nga qiraja, nga dividenda apo marrëveshje të tjera kontraktuale që kanë si përfundim të ardhura financiare, do të zgjidhim një kategori tjetër që është për bizneset. Në këtë rast zgjedhim rubrikën për individ. Hapi tretë? Hapi tretë është klikojmë në linkun i cili është atachuar dhe evidentuar enkas në i-shërbime për deklarimin e të ardhurave për individët. Pra, aty ku është rrethuar me të kuqe që duhet të klikoni në këtë link. Hapi i katër, do të plotësojmë të dhënat personale. Dhe kjo është pjesa më e rëndësishme, ku plotësojmë të gjitha generalitetet tona sipas fushave me yll të shënuara dhe të listuara në menun i shërbime. Këto janë të gjitha të dhëna personale që janë shumë të rëndësishme. Pastaj, në fund çekojmë butonin dhe automatikisht të dhënat tona janë regjistruar dhe nga ky moment janë bërë zyrtare dhe janë online në drejtorinë e përgjithshme të tatimeve, ku specialist dhe ekspert të fushës do të verifikojnë edhe një herë vërtetësinë, transparencën, por dhe plotësimin e saktë, pasi janë shumë, nuk është vetëm një institucion që punon për mirë organizimin dhe suksesin e ndryshimeve këtë vit. Institucionet kanë një regjistër të përbashkët të dhënave që evidentojnë me saktësi çdo deklarim që kemi bërë ne në mënyrë që të mos jetë i rem ose i pasakt. Ku nuk ka vend për falsifikime apo për proces të rem? Nuk ka vend për falsifikime, unë madje e thash dhe në krye të fjalës time, nuk do ta rekomandoja për asnjërin që qoftë i fshihej përkohësisht deklarimit të ardhurave. Nuk ka pse mbi të gjitha, se përfitimet që ka një qytetar nga deklarimi i të ardhurave janë i të qenit transparent dhe të mos marrin ndonjë gjop të mëpasshme pas apo të ndjekjeve të tjera. Kaq është e gjitha. Njësoj vazhdojnë edhe për shtetasit e huajt jo rezident, por duhet të zgjedhin kategorinë më lartë për biznese. Rezident në mënyrë që të listohen të gjitha kategoritë apo të dhënat që kërkon drejtoria e tatimeve për kundrejt individëve jo rezident, se normalisht nuk mund të jenë të njëjta disa karakteristika, kurse përsa i takon vlerës së deklarimit të ardhurave, sigurisht që është e njëjtë. Në tabelën më sipër. Po, e drejtë, në tabelën e më sipërme, pra një individ që ka edhe rrogën në vlerën që duhet të deklarohet, por gjithashtu edhe bizneset të tjera, qira apo të ardhura nga vijnë të tjerat, janë në të njëjtin formular apo plotësohen më vete? Ky individ. Fushat që do të shfaqen janë, domethënë, në të njëjtin ekran në i-shërbime, por që sipas ndryshimeve dhe sipas sektorëve të ndryshëm, ato do të shfaqen të ndryshme, se nuk mund të jenë të njëjta fushat për të ardhurat nga paga me fushat e tjera të ardhura nga qiraja apo detyrimet e tjera kontraktuale. Pra duhet të zgjidhni. Ishte shumë e thjeshtë, e shpjeguam hap pas hapi, gjithsesi në linket që do të gjeni në faqen zyrtare të tatimeve, tatime.gov.al, do të keni mundësi të rifreskoni dhe njerë këto hapa, edhe këto që ndoqi dhe që shpjegoi Eriola. Të falenderoj shumë. Faleminderit. Për prezencën, për këshillat dhe për informacionet që treguam sot për Diva 2025, punë të mbar dhe bashkë do të shihemi nesër në Reze Dielli. Kalofshi një ditë të bukur. Faleminderit që na keni ndjekur.